ideja është kjo, se e ngeli, u pre. Fare! U pre. Ti do t'i kishe qenë në për shembull dhe thosha çap muna. Jo, ka i për vetën e vetëm, unë kam lojën time. Jo, po kështu i bje, jo, po unë nuk dorëzom se unë kam hyrë të fitoj Big Brotherin. Kesi, Stelina ina kanë hyrë në përmet njëri tjetrit. Edhe Inës i thash, Kesi i herë nuk ka fare ndjenja vetëm po los fuqishëm teatr. E kupto? Dhe mundohet bëj çorap gjithë shtëpinë. Kurse Ina i kam thënë ti qofsh më vaj se je shumë e fortë, thash që ke ardhur me një rol sikur po futesh mes këtyre dyve. E kupto ke puth një djalë që teorikisht ishte një të dashur dhe teorikisht i ke ndar. E kupto? Dhe kjo vajza, mbasi u zu me mu për atë lloj gabimi që bëri, shkojnë dhomë çau. Tani vin ke unë më thon, pse nuk shko ti? Nuk e dia ka çau për mua për arsyet e veta, nuk e di këtë pjesë. Por, tani vin njerëzit e më akuzojnë mu, që unë duhet shkoj t'i fshi lot të asaj. I thashë mu më vjen keq në mënyrë njerëzore që për një njeri qanë. Po pse do shkoj unë? Unë s'kam arsye, se si kam bo gjo. Fare. Ke arë në loj, duroje presionin. Dhe tani e tutje Flori, unë e kam personale me atë. Se tim ke prek të një gjo që është një familja aty jashtë, do vajze dashur, është një familja aty jashtë. Ke shku shumë thellë, nuk ke prek ju Elen. Ti historinë tate ke tregu kështu. Po jo më Flori aty ka qenë, o Flori nuk s'kam tregua si gjotë historisë time. Kam tregu universitetin, kam tregu studimet e mia, pasionin tim për muzikën që kam marrë këtu me i dhënë mundësive të stime për me pas një karrierë artistike që ta zhvilloj në Shqipëri dhe ta zhvilloj në Itali. Ëndra ime e madhe është Sanremo, unë jam rrit në Itali. Dhe kam thënë, kur unë kam njoft dashurin time, kam jetu një vitet shumë të mrekullueshme të jetës time, edhe në 2020-ën, ai ka humb jetën në një ngjarje shumë tragjike familjare, bashkë me motrën e tij. Okej?